Lëvizja vendosja në Prizren në kuadër të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 7 qershorit në Skorobeshtë dje qëndruan dhe me këtë rast ishin kandidatët e Prizrenit, e ku ishte dhe kryetari Artan Abrashi, që është kandidat bashkë me zëvendës ministre Nora Arapi Krasniqi, kandidate si dhe Arba Rexhaj e Mytaher Haskuka. Me këtë rast ata deklaruan se sot jemi mes njerëzve të mirë mikpritës, ku po bisedojmë për hallet, nevoja si dhe potencialin e këtij fshati të bukur pranë Prizrenit. Mbështetja dhe besimi që po marrim çdo ditë janë motiv shtesë për të vazhduar rrugën drejt fitores së madhe më 7 qershor, pohuan ata. Po shoh që ju nuk jeni lodh. Opozita po don me lodh popullin, po populli ka me lodh opozitën me 7 qershor. Kur kanë Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.